Live from Tirana. Në Top Albania Radio. Transmetim të drejt për drejt me Bledi Mane. Zërin e Palomës se reklame digital bi. Po, patjetër. Sigurisht. Një nga zërat ikonik. Dgjoj, Bledi, nga vajzat besnike do thosh të medias. Më ndiq pak mua, të lutem, se e di që dy gazetarë në një studio është problem. Instinkti gazetarit është i pamundur të ik. Por më ndos ndonjëherë kur marr taksi dhe të gjithë taksistët më përmendim ty se ti lëviz shumë me taksi. Edhe kanë një respekt të paparë për ty dhe jam shumë i lumtur që e qulo bakshish. Do na dëgjojnë sot. Dëgjoj. Ti ke një jetë gazetar dhe ti je në media parimisht si gazetar. Pra nuk është se s'ke ç'a bën me jetën tënde dhe do të bësh i famshëm, të bësh reklama hamburgerash në Instagramin tënd apo skincare. Pra unë nuk e imagjinoj dot të çoh një mëngjes Bledi Manen të thotë mirëmëngjesi miq, që është rutina ime, ky është kremi për pastrimin e fytyrës. Pyetja ime është, ç'është kjo mani e madhe për të bërë të famshëm? Dhe a ja vlen të bëhesh i famshëm? A ka kaq shumë lek për në këtë tregun e VIP llokut? Tani të flasim si sociolog, jo si gazetar. Jo, fol si të duash ti, fol si Bledi Mane. Problemi është që është vërtet sëmundje. Është sëmundje? Po, është nevojë organike. Nga çfarë kemi parë, nga çfarë kemi studiuar, nga çfarë kemi kontaktuar dhe çfarë njohim në treg, një pakicë e vogël e kanë këtë dëshirë për të pasuruar, pra fama të përdorë si trampolin për të bërë para. Por një shumicë me tepric e kanë një lloj sfide me veten. Një lloj sfide që besoj ka lindur që nga fëmijëria ose adoleshenca e hershme që dua të bëhem dikush në Tiranë dhe vin nga Përmeti, nga Luçi, nga Tropoja, nga Kuksi me idenë që ky qytet do të jetë i imi dhe ky qytet do ta kthej kokën kur unë të kaloj në rrugë. Okej. Por mos harrojmë që një pjesë e mirë e shfrytëzojnë famën për të pasuruar në rrugën më të shkurtër. Që është? Dhe po përmend në këtë rast çunat shqiptar në Londër, në Rotterdam, në Amsterdam, madje deri larg në Ekuador, në Amerikën Latine. Kemi sepse tregu ta kërkon këtë gjë. Më kupton. Sidomos më fut pak se nuk po të kuptoj. Okej. Më fut pak në linjë. Ka femra që duan të bëhen të famshme sepse duan të zënë dashnor me para, me lek. Pra, fama të jetë në funksion të lekut. Pyetja duhet formuluar sa mira herë ndodh kjo gjë. Dhe problemi nuk janë vajzat. Kush janë? Është se tregu ti di kërkesë, ofertë. Okej. Ashtu. Problemi janë çunat që rrezikojnë jetën në shtëpitë e barit, në portin e Rotterdamit duke sjell kokainën nga vendet latine. Njerëz që sakrifikojnë, madje mund të ketë nga ata që vjedhin bijuteri në Louvre, vetëm t'i shesin të bëjnë lek, të vinë në Shqipëri, në gusht, të zënë dashnore atë gocën që e pa në Instagram, ta bëjnë të lumtur, t'i blejnë makinë dhe kur mbarojnë lekët ajo i thot zemra ik dhe hajde mot përsëri. Nderin do vazhdoj ta ruaj. Nderin? Por tani të flas si ekonomist, nuk jam ekonomist. Kjo ndihmon një farë lloj ekonomie. Prostitucioni në Shqipëri, se ti e shon prostitucionin në Shqipëri, eskortizmi në Shqipëri është një industri e mirëfillt, sepse xhiku nga Londra për shembull sjell çdo muaj 5000 pound. Okej. To 5000 pound do blihen vërdall, do shumë. Brimsilda nuk i ha, po i çonte parukieria, i çonte thonjë, karburanti makinës, tek një jetimore, tek shtëpia pleqve. Po, tek Ziverallulli, i çonte ku udhëtimet, te kompanitë ajrore, te hotelet, te dërmiu, te kullat në Tiranë. Pra kjo para qarkullon dhe e mira e kësaj gjëje është që qarkullon. Pra fama, e paska dhe një të mirë, mban ekonominë gjallë. Si gazetar, me që më folë si sociolog, si ekonomist, tani më flit pak si gazetar. Do emra të përveçëm? Jo, nuk do emra të përveçëm, nuk kemi këtu për të diskredituar njerëz apo për të prishur punë. Top Channel, duke qenë një media nuhatse dhe një emër i madh, ka bërë që njerëzit tashmë nuk bëhen dot të famshëm pa u futur te shtëpia magjike e Big Brotherit. Dhe sinqerisht, pra tregu ta kërkon. Ti shiko ca emra të përveçëm që shkuan te ferma, shkuan diku tjetër, por prapë së brëndshmi e kanë breng, e kanë peng që
nuk kaluan te ajo shtëpi magjike se Madje kam dëgjuar edhe njerëz që kanë kaluar andej që duan ta provojnë sepse e kuptojnë që Big Brotheri funksionon për një patent fame. Por te Big Brotheri dua të kaloj me ty tek pjesa e tretë e programit, se çfarë pret ti nga Big Brother, duke qenë se e ke bërë në të dyja këndet, edhe si opinionist, por edhe si banor Big Brotherin, por qëndrojmë tek fama. Kritikohet vazhdimisht njerëz të famshëm nga hiç gjëja. Ty të bezdis kjo? Nuk më bezdis më sepse Ronaldo, ne jemi produkti prindërve tanë, por nuk kemi të njëjtin mentalitet si prindrit tanë. Ata u rritën në një epokë tjetër kur lajmi. Ti Bliti ke pasur ndonjëherë ofertë me që je famshëm të nduese nga goca? Oferta në këtë vend mesatar vijnë nga femra dhe nga meshkuj, nga të gjitha llojet e moshave. Po patjetër ti, unë, të gjithë ne. Po tani mos jaro diçka. Vetëm kemi diçka që vajza të bukura dhe seksi ke edhe në përditshmëri që nuk janë të famshme. Pse ne kërkojnë vajzat e famshme? Se këtë s'kuptojnë. Është një nga përvoja ime burgut, është një lloj sfide edhe me veten. Ti do të mburesh që si vrasës që je, ke zënë dashnore një femër që del në ekran. Pra ti do të tregosh shokëve, ne jemi çift të famshëm, nuk është vetëm burri i famshëm, bëmat e ti. Burri që del te Kronika e Zezë, te Anila Hoxha, po tek Klodi Lala, po te Artan Hoxha, po del dhe gruaja në kronikat roz. Mirë, tani. Te Ronaldo, te Jeta, te Aneida, kudo ku ka showbiz. Dëgjoj. Pra, shikoni sa të mirë janë kriminalët, janë për barazi. Po. Më sqaro diçka tjetër. Ti dhe shqipja, se duket si një telenoveli që nuk mbaron, duket si një skenim. Ore, ta sqarojmë një herë mirë këtë diskurs. Ka ndonjë të vërtet në historinë tuaj? Tani kjo rufe në qiell të pastë çfarë ishte një. Edhe je i poshtë sepse edhe nuk ti dërgon pyetjet paraprakisht. Shqipja, meqense Shqipja. Unë s'kam asnjë pyetje, është bosh bloku. Okej, Shqipjan sepse ju bëni se të lidhur, ndërkohë Shqipja vjen në programin tim dhe thotë kam 6 muaj, 6 vite pa bërë seks. Ja, po të them një të vërtet sinqerisht që unë gati 3 herë i kam kërkuar Shqipes të bëhemi prindër të një fëmije. Vërtet apo tash? Po, sinqerisht. I kam kërkuar meqense e shikoj që edhe Shqipja po ikën mosha, po flas kështu si popullorçe, se në meshkujt 5 minuta e kemi atë të shkretgjë, dhe gjithmonë mendoja që një fëmijë me karakteristikat e mia dhe të Shqipes, pra do dilte një fëmijë i lezetshëm, tolerant si babai, agresiv ose agresive si nëna. Po sikur formimin intelektual ta merrte nga Shqipja. Do punonte babai për ta riparuar në një mutacion gjatë rrugës, por ajo ka refuzuar të 3 herët me çfarë e kuptoi. Tani ti këtë gjë doje ta bëje si marrëveshje apo doje të martoje me Shqipen? Pra thjesht doje të kishe një fëmijë me Shqipen? Nëse do funksiononte pastaj, por të bëja një fëmijë me Shqipen, natyrisht kontakti seksual, ato të gjitha, dhe ndoshta do ta zbuse Shqipen në një lloj mënyre, do ta sille me këmbë në tokë, por kam vërej që Shqipja nuk sakrifikon. Shqipja i do pak gjërat e gatshme. Po fëmijë se ta marrë gati. Fëmia kërkon investim, kërkon sakrificë. Duke u bërë prind, ajo do sakrifikonte, do prishte rutinën e saj dhe ndoshta kjo gjë jo se nuk ka dashur, të jemi të sinqertë. Gjithsesi, un jam në pritje edhe një vit më pasaj do dal në tregun e hapur. Do kërkoj oferta të tjera. Bliti, ti ndoshta është një pyetje shumë personale edhe duhet pak sa guxim budallaj për ta bërë, por edhe ti në fakt nuk është se je tek të 20 atje goxha. Po të thash pra në meshkujt 5 minuta. E ndjen ti këtë alertin që duhet bësh një fëmijë? Po, të vjen gradualisht me moshën. Ç'mendim ke për deklaratën e Arjan Surit tek podcasti Grita Dumës, i cili tha kërkoj një grua ose më saktë mendoj, nuk e di si. Ani do që ti iki nga studio? Jo, mos i nga studio, më rri. Thoshte, fliste për fëmijë me kontratë. Unë mund të jem nga një vend i njëjtë me Arianin, po na jemi shumë vite larg njëri tjetrit. Pse? Arianin mbaj mend në shkollën 8 vjeçare në Ndaburka, ishte një nga fëmijët më të bullizuar dhe unë gjithmonë i qëndroj afër për ta ndihmuar, mbaj mend në kursin e violinës dhe nuk besoj shumë në ato çfarë thot Ariani, duke e njohur që të vogël, kështu që thjesht ajo shprehje lëre Arianin të haj për shesh.
aty te qoshja vet. Je xheloz për Arianin? Jo, çfarë xhelozum për Po ti je në drek, ai është në dark. Ku jam unë? Jo, mund të jesh xheloz nga ana profesionale. Jo, Ronaldo ta kam thënë dhe herë tjera. Ai del në prime time, mendoj. Unë natyrisht se shoqet, kolegët tanë gazetarë janë në çdo televizion. Dhe ftesat tona janë të panumërta. Unë sinqerisht kam vendosur që të dal vetëm një herë në televizor edhe të respektoj miqt që njoh, që i dua, një nga ata edhe ti, sepse unë refuzoj çdo ftesë. Televizori të konsumon, ti jemi realisht. Nuk jam nga ata që dua çdo darkë të dalet të jap mend për Ukrainën apo për ligjin e ri të barazisë gjinore. Unë dua të rehatin e vet dhe merrem me projektet e mia, kështu që kam një pyetje që më erdhi mbrëm teksa pash një video edhe 1 minutë Wizi dhe ikëm në reklama. Çmendim ke për shqiptarët që bëjnë si homofob dhe ndërkohë veshin të brendshmet apo atletët e Calvin Klein i cili pronari është gay. Flasim te Po jo, ma elaboro tani se pastaj të flasim për Big Brother. Po desha ta ilustroj me shumë të bërtitura me emra të përvetshëm. Reklama.